dhe duhet votoni ju dhe ai që kandidon nuk duhet përfaqësoj qeverin, po duhet përfaqësoj ju. Besoj se jemi dakord dhe ju garantoj se kjo do zbatohet plotësisht. 100%. Në çdo forcë politike, ata që kandidojnë kanë disa kritere, duhet plotësojnë 1, 2, 3 kritere. Jashtë këtyre kritereve nuk mund të ecet. Dhe Partia Demokratike ka zbatur me përpikëmbëri, mos dëgjoni mediat, të cilat kanë ngritur një mal me shpifje, trillime, gënjeshtra. Për çfarë? Për një parti që voton, për të mbuluar faktin se partia tjetër e ka në statut që kryetarin ta zgjedh një vot, por nga 2009 deri sot nuk ka antar socialiste, Parti Socialiste që ka votuar qoftë dhe njëherë të vetme, ka zhdukur votën. Për të mbuluar këtë, merren me vënë në diskutim garën, jo zotëri, gara jonë është gara më e mirë, zgjedhjet tona janë më të mira. Janë zgjedhjet që bazohen në një antar një vot. Antarët e Partisë Demokratike do kenë të drejtën e plot të votojnë në sekret të plot votën e tyre. Ky është përgjigja ime, nuk po ndalem se kam folur tani për ato raste tjera si puna e tij të birësuarit të Ervin Saljani apo ndonjë tjetri, por kanë bërë zgjedhjen e tyre ata, nuk kemi fajnet, është i bindur. Ne kemi respektuar, ti ke respektuar, nuk kam respektuar. Po nëse të kapin për leska të tjerë, është puna jote pastaj.